Mushtishti është një nga fshatrat më të njohura të komunës së Suarekës, me një histori të pasur, tradita të ruajtura dhe një komunitet që vazhdon të kultivojë vlerat e trashëguara ndër breza. Në çdo cep të këtij fshati, gjejmë dëshmi të së kaluarës. Lapidarët dhe monumentet prokujtimore flasin për sakrificën dhe kontributin e banorëve në periudha të ndryshme të historisë, duke ruajtur gjallë kujtesën kolektive të komunitetit. Në qendër të jetës kulturore qëndron Shtëpia e Kulturës, një hapësirë ku organizohen aktivitete artistike, kulturore e shoqërore. Bashkë me kryetarin e fshatit, Reshat Selimi, do të mësojmë më shumë për projektet e realizuara, sfidat me të cilat përballen komuniteti dhe planet që synojnë zhvillimin e mëtejshëm të këtij fshati. Po, Mushtishti është një vendbanim i lashtë i lirë. Është një vendbanim i cili ka traditë lashtë si në zhvillim ekonomik, si në zhvillim kombëtar, si në gjitha fushat e jetës. Pra është njëri ndër fshatat më të mëdhenj në Kosovë, i cili përbëhet prej sipërfaqja e tij është 3450 hektarë, dhe on përbëhet prej fushës, bjeshkës dhe vendbanimit. Jemi shumë me fat që një pjesë shumë e madhe e tij është fushë, do të 1000 hektarëve, dhe ato 1000 hektarë fushë janë fushë pjellore, e cila e bën bereqetin dhe e cila fatmirësisht vitet fundit ka filluar të punohet. Kurse pjesa dërmuese më e madhe e kësaj sipërfaqe është bjeshk, janë varmolet e malit sharr, të cilat ja shtojnë bukurinë dhe jeshin Mushtishtit. Ndërsa pjesa e vendbanimit, aty ku shtrihet domethënë fshati, është një luginë e cila afërsisht është prej 500 deri në 700 ose 800 metra, është një rrafshnalt, një luginë e cila është një vend ideal për jetesë dhe për thjesht domethënë banorët tanë e kanë një jetë shëndetshme edhe të mirë në vendbanimin ku jetojnë. Po, Mushtishti pos që njihet domethënë për si vendbanim i madh, është edhe vendbanim historik, pra është faktikisht në çdo cep ti, sidomos në vendin ku gjendemi tash, ka artefakte ndryshme historike të cilat banorët tanë i gjejnë kohë pas kohe. Pra ka një vlerë shumë të madhe historike, por fatkeqësisht nuk është eksploruar sa duhet për organeve kompetente. Edhe kisha shfrytzuar rastin që t'i ftoj ata domethënë të cilët janë thirrur për këtë gjë, që ta hulumtojnë se me të vërtet ka artefakte historike të cilat çdo ditë na i dëshmojnë që ky ka qenë një vendbanim i lashtë i lirë, ku pararësit tanë kanë jetuar, kanë punuar dhe thjesht e kanë dashur këtë vend po ashtu sa dhe ne. Ndërsa vlerat kulturore, kur jemi te vlerat kulturore, Mushtishti është i njohur gjithandej trojave shqiptare për kultivimin e muzikës mirëfillt dhe vallës autohtone shqiptare. Kur jam te vlerat kulturore, do të isha ndalë te ish shoqëria kulturore artistike Afrodita, e cila është formuar para 5 dekadave, në vitin 75, 1975 shekullit kaluar, dhe në kohën kur ajo ka ekzistuar, ka qenë një ndër shoqëritë më të njohura kulturore artistike, domthonë në trojet shqiptare gjysmës të kombit që jeton në Knej Kufiri që ndate padrejtisht. Sigurisht se si çdo kun në Kosovë, edhe te ne rëndësi shumë veçantë i kushtojmë lapidarëve dhe domthonë këtyre monumenteve historike, sidomos lapidarit të luftës fundit të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilin e kemi në qendër të fshatit dhe i cili vizitohet në çdo festë, në çdo përvjetor, domthonë vizitohet edhe bëjmë nderime në mënyrë që gjeneratat që vijnë mos ta harrojnë domthonë sakrificën e tyre. Ndërsa 22 prilli, Mushtishti është dita dëshmorëve, atë ditë mbledhemi, domthonë është një ditë kur na të bën gjithëve dhe gjithë banorët tanë, fshatat për edhe musafirë ndryshëm, të bohemi në qendër të fshatit, pranë lapidarit, i nderojmë dëshmorët, kurse nxënësit e shkollës e përgatitin një program të pasur kulturor artistik, domthonë me këngë dhe vjersha, poezi, kushtuar dëshmorëve, kushtuar luftës lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Fatmirësisht, vitin 2022, konkretisht me 28 nëntor, 110 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Mushtishti i ka ngritë edhe 2 shtatore, në qendër të fshatit aty të sheshit dëshmorëve janë edhe 2 shtatore, 2 kolozë tanë kombëtar, domthonë shtatorja e Hasan Prishtinës dhe Adem Jasharit. Domthonë
Mushtishti është me fat që ka lapidarin e dëshmorëve të kombit, si shumica vendbanimeve tona, po edhe shtatorët e këtyre dy kolozëve. Kur jam te lapidari i dëshmorëve të kombit, mos të harroj ta potencoj që është njëri ndër lapidarët e parë që është ngrit në fshat, do është ngrit në vitin 2000, dhe është bërë me iniciativë qytetare. Pra është njëri ndër lapidarët e parë i cili është ndërtuar në Kosovë. Ne si vendbanim, qysh pe vitet 70-ta kemi pas shtëpi të kulturës, por vitet fundit ajo shtëpi ekzistuese e kulturës është amortizuar, por fatmirësisht vitin e kaluar, konkretisht domethënë në maj të vitit kaluar me festimin e ditës shkollës, se kemi bërë edhe përurimin e shtëpisë tretë kulturës, e cila me nder dhe krenari e bartë emrin e Afërditës, doon arsyeja po dihet atë që e fola më përpara për shkak shoqërisë kulturore artistike Afërdita, ndërsa rëndësia e saj është shumë e madhe, për shkak që aty kanë filluar intensivisht të përdoret për aktivitete kulturore, sidomos po përdoret nga nxënësit e shkollës së fshatit, të cilët në çdo përvjetor, në çdo festë nacionale, në çdo ditë shkollës po përgatitin program pasur kulturor artistik dhe jemi në një kënd të mbar që Mushtishti ta fitojnë nomin të cilën e ka pasur domosdoshmë sa i përket këngës, vallës dhe kulturës shqiptare. Pra shtëpia e kulturës Afërdita është thjesht një bazament i fortë i kulturës dhe traditës mushtishëse për artë dhe kulturë. Po kështu, mushtrisht, unë jam që 8 vite në udhëheqjes të fshatit, domthonë tani jam në fund mandatit dytë, kemi zhvilluar shumë projekte. Kryesisht kanë qenë projekte infrastrukturore. Dhe ajo që mund ta potencoj, domthonë është kjo e fundit që e fola, ndërtimi i shtëpisë tretë kulturës, e cila na ka gëzuar shumë. Po saj para 5 vite më është përuruar edhe një qendër e re e mjekësisë familjare. Domthonë është një objekt modern ku banorët tani kryejnë shërbimet primare shëndetësore. Edhe 2 projekte tjera të mëdha kapitale pos kësaj infrastrukturës rrugore, kanalizimit dhe trotuarëve këtyre gjona të tjera, është edhe ndërtimi i rrugës për Brezovic, i cili përshpresojmë që do të kryhet vitën vim, dhe ndërtimi i rrugës për vendpushimin Gradonc për Margaritarin e Bjeshkëve tona, i cili veç është duke u punuar në mënyrë intensive dhe përshpresojmë që këtë vit përfundoj. Domthonë këto janë ato projekte që i kisha potencuar pas projekte të tjera që janë ndërtu, edhe pse ne kemi gjetë domthonë infrastrukturë sa do të konsoliduar në fshat, po mirë po edhe gjatë këtyre viteve është bërë një punë mjaft e madhe, por prapë nevojat e banorëve janë që bëhet edhe më shumë. Po, sigurisht që si çdo kund në Kosovë, edhe banorët e Mushtishtit kanë sfida të lloj-llojshme, po një që i kisha potencuar më shumëti është sfida e migrimit të rive. Domthonë, thjesht është një plagë e cila Mushtishtin e ka përcjell qysh prej fillimit të shekullit 20 dhe po vazhdon. Kështu që një prej sfidave kryesore e cila është një plagë që më na dhem është migrimi të rive nga fshati. Po kryesisht banorët tanë, kërkesat nga institucione lokale, kërkesat e banorëve tanë janë kryesisht infrastrukturore. Domthonë për rrugë, kanalizim, sigurisht trotuare, edhe pse gradualisht po konsolidohet infrastruktura në fshat, pa akoma kanë mbetur disa rrugë lokale pa ushtruar, edhe sa ku mujt unë me evidentu edhe janë një 3 apo 4 lokacione me kanalizim. Po shpresojmë që vitën vim, mënyrë graduale, e gjithë infrastruktura fshatit do të kompletohet. Të rinë mushtishtas janë mjaft aktiv. E përmend edhe më herët, domethënë vlen të theksohet angazhimi i nxënësve të shkollës në jetën kulturore të fshatit, të cilët me të vërtet me performancat e tyre dhe me talentin e tyre na bëjnë të kënaqur dhe na bëjnë që të ndihemi të gëzuar, me ato që ata e performojnë dhe paraqesin. Por edhe një gjë tjetër që ja vlen përmendet është që ne funksionojmë në një shoqatë ambientaliste. Ajo shoqatë quhet Shoqata Yjet, është formuar para 6-7 viteve, është formuar nga disa entuziastë të rinj mushtishtas, e cila kryesisht mirret me ambientalizëm, me pastrimin e fshatit, me mbjelljen e drujve të ri, me ruajtjen e gjelbërimit, ruajtjen e ambientit, domethënë trit mushtishtas janë përfshin gjitha sferat e jetës. Edhe në sport gjithashtu, i kemi një klub futbollit vogël, edhe pse me herët
ka qenë klubi i futbollit madh Mushtishti, i cili ka qenë mjaft i suksesshëm, por tash fatkeqësisht mundësitë tona janë të vogla për me mujtë me mbajtë një klub të futbollit madh, po disa sportdashës edhe talent Mushtishtit e kanë formuar një klub të futbollit vogël dhe morën pjesë gjitha turnet që organizohen këtu në rrethinën tonë, po sigurisht që Mushtishti i ka dhënë sportit Kosovës edhe talent të futbollit, siç është Lindon në Mërbave, siç është Esat Mola, të cilët me të vërtet kanë arritur në trongun e madh të sportistave kulminant. Sa i përket largimit të rive nga fshati, unë e përmenda edhe më herët, me të vërtet është një plagë e cila po na mundon të gjithëve, mirë po ne asnjëherë nuk i fajsojmë ata të cilët dalin, se sigurisht secili që del për një jetë më të mirë edhe për një mirëqenie më të mirë. Mirë po unë si kryetari i fshatit, bashkë me bashkëpunëtorët e mi, po munduhemi me çdo kusht mbrana atyne kompetencave dhe mundësive tona që t'ja krijojmë kushte të rive në mënyrë që ata mos ta lënë vendin. Me të vërtetë unë kisha apelu të gjithë, por edhe të një pjesë të tyre që ka shkuar në perëndim, edhe ndoshta nuk ka mujt me gjetë veten ashtu siç e ka planifikuar atje, që të kthehet në vendlindje, që të kthehet Mushtishti, se me të vërtetë Mushtishti ju ofron gjitha për me jetu, edhe ata i nevojiten Mushtishtit, i nevojiten vendin. Sigurisht që potenciali Mushtishtit në bujqësi dhe në turizëm është mjaft i madh. Edhe unë mendoj faktikisht edhe jam i bindur që dy shtyllat kryesore zhvillimit ekonomik të Mushtishtit janë turizmi malor edhe bujqësia. Fatmirësisht kemi potencial që të dyja të zhvillohen në mënyrë kulminante. Për shkak që kemi një bjeshk Mahnice, e cila ofron potencial të madh për turizëm malor, dhe të cilën në mënyrë graduale me ndërtimin e infrastrukturës jemi duke u mundësuar që të ndodhë një gjë e tillë, po edhe pjesa tjetër e bujqësisë i kemi 1000 hektar fush, e cila sidomos këtë vit e kemi vrejtë që po edhe vite tjera, dy vite të tjera, paraprake, kemi vrejtë që ka filluar të punohet. Fatmirësisht bujqësit tanë ju kanë kthy fushës, ju kanë kthy bujqësisë, edhe ato 1000 hektar tokë të Mushtishtit janë tokë pjellore, e cila e bën bereqetin dhe me të vërtetë apelojmë të gjithë që asnjë pllëng e tokës Mushtishtit mos të jetë e dia. Pra dy shtyllat kryesore ekonomike për zhvillimin e Mushtishtit janë turizmi malor edhe bujqësia. Edhe pse sigurisht unë po apeloj që triton mos dalin mërgim, mirë po njëra ndër shtyllat kryesore të Mushtishtit është edhe mërgjimtarët tanë, të cilët në çdo hap, në çdo fazë zhvillimit të Mushtishtit kanë kontribuar edhe e kanë dhënë djersën e tyre edhe mundin edhe për neve. Po banorët Mushtishtas janë mjaft bashkëpunues. Domthonë na jemi një komunitet i cili kemi një traditë, kemi një kulturë, edhe faktikisht çdo iniciativë edhe çdo diçka që ndërmirët, ata na dalin, na përkrajnë edhe na ndihmojnë. Sigurisht që ja vlen të theksohet që përmenda edhe shoqatën ambientaliste yjet, ajo bashkëfinancohet, domthonë financat e tyre janë për banorëve tonë. Faktikisht ajo punon me mjetët, se sigurisht që nevojiten edhe shpenzime për me mbajt një shoqat tillë. Faktikisht janë bashkëpunues, ty mos e përjashtu në asnjë mënyrë edhe diasporën. Edhe diasporën e cila me të vërtet në rrim gati, edhe mu i them lirisht që të arriturat tona edhe ato që ndodhin këtu, ndoshta ju gëzohen më shumë se ne që jetojmë, se banorët rezidentë që jetojmë në Mushtishti. Domthonë lidhja mes diasporës edhe banorëve Mushtishtas është shumë e fortë. Po mërgjimtarët tonë, mesazhi im për mërgjimtarët nuk do të kisha thonë mesazh, por thjesht do t'ja shprehja prapë çdo prononcim timin, nuk harroj që t'i falenderoj, me të vërtetë t'i falenderoj sinqerisht dhe nga zemra për të gjitha atë kontributin dhe për të gjithë atë angazhimin dhe për të gjitha djersën që e japin për ne. Domthonë thjesht ata janë adrenalina jonë, ata janë pjesë e pandashme e jona, dhe ne kur planifikojmë diçka me ndërtuar Mushtishtin, kur planifikojmë një projekt infrastrukturor ose një shtim kapacitetit të ujit pijes, ne gjithmonë llogarismi edhe banorët që janë mërgjim. Domthonë llogarismi edhe diasporën tonë. Se ata janë pjesë e pandashme e jona, ata janë vizitor të rregullt të Mushtishtit. Tani kjo mënyra moderne e udhëtimit na ka bën që çdo muaj vitit
me pas mërgjimtar këtu. Me të vërtet, mërgjimtarët janë ajo pjesë e shoqënisë tonë me cilën ne jemi krenu gjithmonë. Planet janë të shumta, mirë po ajo që do të kisha dëshiruar ta potencoj është lidhja e kësaj rrugës për Brezovica dhe kësaj rrugës për vendpushimin Gradoc, e cila po mendojmë, po planifikojmë që në tarmen e afërt edhe mu lidh, mu bo një rrugë unazore, edhe faktikisht Mushtishti me hek atë statusin e zorës verbër. Se fatkeqësisht deri më tani ne nuk kemi pas asnjë rrugë tranzite e cila dërgon, domthonjë që e kalon Mushtishtin në rrugë në mënyrë tranzite dhe dërgon në një qytet tjetër. Faktikisht na kemi qenë qëse ke dosh në orën Mushtisht, është dosh destinacioni me qenë Mushtishti edhe ka qenë njëri ndër vendbanimet më të mëdha të fundit, edhe pse i kemi edhe dy vendbanime tjera, është Dolloci dhe Maqteva në Alp. Ata faktikisht janë pak vendbanime më të vogla, po mendoj që ndërtimi i këtyre dy rrugëve dhe lidhja unazore këtyre dy rrugëve do ta nxjerrë Mushtishtin, domthonë në parë do ta bënë një qendër të rëndësishme turizmit malor, jo vetëm për rrethin tonë, por edhe për krejt Kosovën, pse jo edhe më gjatë. Shumë gjona më bëjnë krenar, sigurisht që detyra në të posti kryetarit përpos që është një privilegj, sigurisht është që është edhe një përgjegjësi e madhe. Unë për 8 vite jam munduar në mënyrë maksimale që t'ju dal thjesht në krah banorëve për çdo kërkesë tyre. Por ajo që më bën krenar më shumti është mirëkuptimi i banorëve dhe kultura lartë e banorëve mushtishtas karshi gjitha gjëra. Edhe karshi njerëzve që na vinë këtu, edhe karshi kërkesave që i bëjnë, edhe karshi projekteve që realizojnë. Domthonë janë mjaft mirëkuptueshëm dhe thjesht kjo është ajo që më bën krenar, që janë pjesë e një komuniteti dhe një fshati, domthonë i cili ka bën në vërtet. Kanë shumë momente kanë qenë pjesë më si më thon më nostalgjike dhe më emocionale janë pjesë kur ne i kujtojmë dëshmorët e kombit. Domthonë kur tu bomi në ditën e dëshmorëve, kur mbjellën familjarët e dëshmorëve, kur mbjellën gjithë shokët e bashkëluftarët e tyre dhe kur bashk i kujtojmë ata dhe pse ndodh çdo vit, ne prapë na duket sigur më ndodh për herë të parë. Edhe pse dëshmorët duhet kujtohen çdo ditë, mirë po me të vërtetë 22 prilli është një ditë krenarie për gjithë neve, ku gjithë, edhe unë si kryetari i këtij vendbanimi të madh, më bën krenar që kemi pas djem të tillë, të cilët kanë dhënë më shtrajtën edhe jetën për atë. Brezat e rinj sigurisht që nuk do të harruar kur rrënjët e veta, nuk do të harruar kur historinë e Mushtishtit, nuk do të harruar kur vendit ku kanë lindur dhe ku do që shkojnë dhe ku do që i dërgojnë ujrat, ata duhet ta kenë mendjen këtu edhe të mendojnë për këtë tokë, mendojnë për këtë vend, mendojnë për këtë linjën e tyre, e cila me të vërtetë është e mrekullueshme, edhe pse muj me thonë me plot përgjegjësi që ata e kanë këtë lidhje, është një lidhje shumë e fortë. Po mendoj që me përshkruaj Mushtishtin me 3 fjalë është pak, po unë do të mundohena me 3 ose me 4. Është vend i kulturës, traditës, mikpritjes, bujarisë dhe kulturës shqiptare. Që kjo është ajo, mendoj që nuk e di sa ku mujt me përkufizu, do të kisha ashtu edhe shumë fjalë tjera, po këto më ranë ndërmend edhe mendoj që këto janë ato që unë i ndjeva.